Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, pranë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, s'ka dyshim se një prej temave bazë që ne do ta trajtojmë së bashku dhe ta përkujtojmë vetveten është lidhja jonë përmes këtij muaji me vlerat të larta morale, shpirtërore dhe fetare. Nuk ka dyshim se trupi i njerit është i bërë nga dy komponente kryesore, trupi dhe shpirti, dhe secili prej këtyre dyave e ka rolin e vet në jetën e njerëzit. Normalisht, shpesh herë ato janë të përbashkëta, janë të një vije dhe nganjëherë duket se janë të kundërta me njëri tjetrën, kurse në realitet janë çdo herë në harmoni të përbashkët në mënyrë të vazhdueshme. Nuk ka dyshim se çështjet, temat shpirtërore që i duan njerëzit në jetë janë etike për të. Pa to nuk mund të jetoj si duhet dhe pa to nuk mund ta shijoj jetën ashtu siç e kërkon Zoti prej tij. Po ashtu nuk ka dyshim se njeriu në mënyrë të vazhdueshme ka nevojë që ta fisnikrojë shpirtin e tij, ta ngresë lart dhe të jetë ai person i cili në mënyrë të vazhdueshme e përmirëson vetveten e tij, sidomos shpirtin dhe qasjen e tij të brendshme me Allahun. Shpirti pra e që është tema jonë kryesore, pra vlerat shpirtërore që i marrim prej agjerimit, është çështja themelore me cilën njeriu duhet të preokupohet gjatë gjithë jetës së tij. Dhe agjerimi në mënyrë praktike na zbulon disa të mira që ne kemi mundësi t'i arrijmë dhe ta fisnikrojmë dhe ta ngrisim shpirtin përmes këtij rituali dhe kësaj shtylle të rëndësishme të fesë. Në rend të parë, shpirti ose më thon agjerimi ndikon drejt për drejt që shpirti i njeriu të pastrohet dhe të mbushet me gjëra të mira. Pra sikur trupi që ka nevojë të mbushet me ushqime të mira, po ashtu edhe shpirti mbushet përmes agjerimit me gjëra të mira, me vlera, me ushqime që ati i duan dhe të njëjtën kohë sikur trupi që në gjatë muajit të Ramazanit lirohet nga ushqimi dhe me këtë lirohet edhe prej gjërave të dëmshme për të, po ashtu edhe shpirti gjatë muajit të Ramazanit mund të lirohet dhe mund të pastrohet nga gjëra të dëmshme, siç janë epshet e ndryshme, siç është mendjemasia e gjëra tjera që ndërlidhen me sëmundjet e zemrës. Në dy, po ashtu e ushqen ose e fisnikron shpirtin në Ramazan vetdia e vazhdueshme e jonë në lidhje me mbikëqyrjen e Allahut ndaj nesh. S'ka dyshim se agjerimi është një prej veprave më të mëdha që e ngjall këtë ndjenjë në zemrën e besimtarit. Ai që ndalet nga ushqimi, ai që ndalet nga pija, e bën këtë vetëm për një arsye, që Zoti është duke e shiqur. Dhe ja kështu zemra do ta ketë këtë ndjenjë gjatë këtij muajit begatshëm të Ramazanit, që të ndalet nga gjërat e ndaluara, të ndalet nga gjërat që Allahu nuk i don, të ndalet nga pijet që Allahu nuk i don, të ndalet nga vendet që Allahu nuk i don dhe të ndalet nga veprat që Allahu nuk i don, nga se kështu faktikisht e ka shtuar përmes muajit të Ramazanit ose përmes agjerimit vetë kontrollin dhe vetdijen e tij ndaj Zotit. Po ashtu shpirti disiplinohet gjatë muajit të Ramazanit. Kemi trupin dhe kemi shpirtin. Dhe Ramazani, agjerimi, na mëson që atë që kërkon trupi duhet t'i marrë leje një herë shpirtit. Dhe në këtë rast, nëse trupi dëshiron diçka të haj ose të pi, shpirti i thotë jo, stop, për arsye se je duke agjeruar. E njëjta gjë vlen nëse trupi dëshiron të bëjë diçka që është kundër vullnetit të Zotit, kundër të mirave që Zoti i kërkon për njerëzve, kundër fesë dhe kundër asaj që Zoti ka zgjedhur për neve, siç i themi për ushqimit edhe pijes gjatë Ramazanit, stop, po ashtu t'i themi edhe gjërave të këqija, stop. Dhe kjo na tregon se faktikisht ne ja kemi dhënë timonin e jetës shpirtit dhe jo trupit. Gjithashtu, përmes agjerimit ne lirohemi nga zakone të ndryshme. Njeriu në jetë ka shumë zakone. Faktikisht i bën disa prej gjërave, bën edhe rutinë ditore me cilat nuk mund të largohet prej tyre. Ose për shembull ushqimi, nganjëherë kafja mëngjesit, nganjëherë diçka që njeriu nuk mund ta lë. Agjerimi vjen dhe i thën këto zakone. Dhe e çliron njeriu dhe i jep një liri në vetveten e tij që mos të jetë i varur ndaj asgjëje. Po të jetë i varur ose të jetë i lidhur vetëm me krijuesin e tij, me atë që ati i vjen më së shumti. E ngjashme është edhe me zemrën. Zemra gjatë gjithë jetës është e lidhur ose gjatë gjithë vitit është e lidhur me disa zakone, me disa rutina, ndoshta me disa mendime të këqija, ndoshta me disa lidhje me tokën, disa lidhje me punën, disa lidhje me dynjan. Dhe vjen Ramazani dhe ja thën këto zakone zemrës dhe i tregon se lidhja më e saktë, më e fortë dhe më e rëndësishme është lidhja jote me Krijuesin. Gjithashtu, muaji i Ramazanit e mëson njeriu dhe këtë rast zemrën e tij në mënyrë të veçantë që ta thelloj sinqeritetin.
Sinqeriteti është gjëja më e bukur që e ka njeri në zemrën e tij. Delirësia e zemrës, pastërtia e saj, në lidhje me Krijuesin, atëherë kur zemra lidhet fort me Allahun dhe i shkput lidhje tjera, dhe atëherë kur zemra synon dhe pret vetëm prej Zotit dhe nuk pret prej dikujt tjetër, kjo zemër s'ka dyshim se ngritet shumë lart. Kjo zemër fisnikrohet, kjo zemër bëhet e veçantë. Dhe në muajin e Ramazanit, bashkë që ky sinqeriteti shtohet në mënyrë të theksuar. Ai që e le ushqimin, e lën për hir të Zotit, jo për diçka tjetër. Jo se ka marrë ndonjë pasuri diçka. Ai që e le pijen, e lën për hir të Zotit. Dhe i njëjti person do t'i lejë mëkatet për hir të Allahut, të largohet nga gjërat që Zoti nuk është i kënaqur me to, të largohet nga gjërat që Zoti hidhrohet me to, të largohet nga gjërat që Zoti e ka ndaluar rrepsisht i veproj dhe kështu të lirohet dhe të gjej shpirti i tij faktikisht lidhjen e sinqertë, dhe që është lidhja më e fortë, siç thash, lidhja e sinqeritetit, lidhja me Allahun Azza wa Jall. Po ashtu, përmes këtij muaji të begatshëm, ne kthehemi dhe e ekuilibrojmë vetveten tonë. E kemi trupin, e kemi mendjen dhe e kemi shpirtin. Dhe Ramazani i vendos secilin prej këtyre gjërave në vendin e duhur. Nuk është se ta ndalon ushqimin komplet, por ta ndalon për një kohë të caktuar, edhe pijen ashtu, dhe pastaj ki drejt në mbrëmje me hongër dhe me ushqy, gjithashtu edhe gjatë kësaj kohe përderisa je i ndaluar nga disa gjëra që e ushqejnë trupin, ti të njëjtën kohë e ke shansën që ta ushqesh sa më shumë shpirtin me dhikr, me lexim, me namaz, me fjalë të mira, me përmendje të Zotit, me lutje e kështu me radhë. Faktikisht, përmes muajit të begatshëm, ne i japim shpirtit vendin e merituar dhe të njëjtën kohë i japim edhe trupit atëherë kur e kërkon dhe i japim edhe mendjes po ashtu atëherë kur duhet. Për pikave që është pika e 7 dhe e fundit në këtë këshill, që është shumë e rëndësishme, po ashtu mendoj se është shumë e rëndësishme është se përmes muajit të Ramazanit ne e mësojmë vetëm për ndryshim. Ndryshe është kur ti e lën një ushqim një kohë, një ditë, ndoshta një orë, pastaj fillon prapë ta konsumosh, edhe një pije ashtu. Ndryshe është kur ti për një muaj gjatë gjithë Ramazanit mundohesh dhe e ndal veten nga këto gjëra që ty faktikisht për ty janë përditshmëri. Dhe kjo do të thonë që ti do të përgatitesh një muaj që ti kalosh pastaj pas këtij muaji edhe 11 muaj tjetër. E çfarë të themi nëse ne përgatitemi jo në aspektin e fizikut, po në aspektin e shpirtit, që këtë muaj ta ushqejmë shpirtin, ta ruajmë nga gjërat që e prishin, ta ruajmë nga gjërat që e dëmtojnë dhe pastaj pas gjithë kësaj të përgatitemi që gjatë gjithë muajve tjerë që janë 11 muaj deri te Ramazani tjetër, kemi mundësi ta shijojmë dhe ta ndjejmë këtë ndryshim në shpirtin tonë. Nëse janë në vendin tonë, ose në jetën tonë, ose në praktikën tonë, këto 7 pika që i përmena, pjesë e pandashme e zemrës, s'ka dyshim se pastaj që kjo pika e 7 që e përmena, ndryshimi i vazhdueshëm do të jetë shumë më i lehtë dhe ne do ta përjetojmë për çdo vit këtë ndryshim gjatë 11 muajve tjerë dhe kjo është faktikisht ajo, ky është ai synimi kryesor i agjerimit që ne të kthehemi pas Ramazanit, ta lëmë Ramazanin duke e ndryshuar vetveten dhe duke u munduar që ky ndryshim të fillojë së pari me shpirtin dhe pastaj edhe me gjëra tjera dhe zakone tjera që ne i kemi në jetën tonë të përditshme. Eluj Zotin që ta mëshiroj të gjithëve, ta bekoj këtë muaj, ta shijojmë sa më shumë dhe ta ndjejmë me zemër dhe me shpirt sa më shumë në mënyrë që kur dalmi para Zotit ta marrim shpërblimin sa më të madh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.